Biznesmeni Gentian Lika është paraqitur në ambientet e prokurorisë së posaçme i shoqëruar nga avokati i tij, ndërsa emri i tij del në një nga dosjet më të bujshme të kohëve të fundit, atë të Akshi, ku përmendet si përfituesi tenderave të këtij institucioni. Deri më tani nuk ka një sqarim zyrtar mbi arsyen e thirrjes së tij në SPAK dhe mbetet e paqartë nëse organi i akuzës do të komunikojë ndonjë akuzë konkrete. Ndërkohë, hetimet kanë nxjerrë në sipërfaqe dyshime të forta për një skem që duket se shkon shumë përtej shkeljeve të zakonshme administrative. SPAK po heton rreth 12 procedura tenderimi të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Akshi, ku dyshohet se gara është deformuar qëllimisht për të favorizuar kompani të caktuara, duke kthyer konkurrencën e ndershme në një fasadë dhe tenderët publik në një tavolinë me fitues të paracaktuar. Ish drejtoresha e Akshit është vendosur në masën detyrim paraqitje, Erion Ismailaj. Nga ana tjetër, biznesmenët Ergys Agasi dhe Ermal Beqiraj, të akuzuar për grup të strukturuar kriminal dhe manipulim të tendereve të Akshit, vijojnë të jenë në kërkim. Në të njëjtën dosje përfshihet edhe ish nëndrejtori i Akshit, Daniel Shima, i cili po hetohet për korrupsion pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike, vepër e kryer në bashkëpunim dhe në mënyrë të përsëritur sipas materialeve hetimore. Megjithatë, emrat shtohen dhe dyshimet rëndohen.